Përshëndetje, mirë se erdhet edhe në një emision Vala Mala Show. Sonte I kem dy mysafirë të cilë nuk është shiu, ka rasti me I pa në për televizionet. Përshëndetje. Si e së val? Mirë. Si po ndihesh? Mirë shumë. Këto sportet e rrezikshme, kërcimet nga lartësia, në stilin dallandyshe, se jo veç në kohë, ka qenë Gjakova. Dhe më thonë ka 2 javë, 3 javë para garave kemi ushtru edhe kemi marrë vetën. Përshëndetje. Mirë. Mirë se erdhe, si e? Mirë. Goxha është atraktiv në rrjetet sociale, shumë njerëz videot e tij shkojnë ka 300-400.000, 1 milion. Ideja jame është me I rujt traditat, sepse nuk don me tho sepse jema I ri se nuk mund me I moj traditat. Adrenalin sa dush me kësy për 20 metrave në altësi, edhe më rasi. Si dallandysha kur fluturën që ashtu. Bash, si me flutu, po. Një fakt kënaqësie, një fakt. Kryeministrin e kem edhe plot I kem që po thojnë shqiptar, Kosova, po kretë martun me të huj. Normal se gjoki e shqiptar Kosovë është më I amli në botë. Popullore kemi më mësu që tash me këtë ide. A din? Pa tjetër. E merë pej mrapa për shembull, e merë hapin edhe... Ja, me sëguhet e merë 3 komje ka I lunë. Shumë e madhe shpejtësia. Ramjes. Po gjuhësh, po. Se pesha. Se në TikTok me him me shpënda pozitivitet nuk dhesvar. Aty dhez ose më konë budallaki ose I trant ose... Me rastin e Besim Mulliqit, Rahmetlis, ky e ka thuj kurrizin. Edhe ai ka thonë, mu më ka thonë vetën gojë, tha, më konë tha djallë jam, tha nuk e kisha për cjellë që te konë tha. Se çdo lëvizje tha për to tha është fatale. Fatale.